Konflikti mes të rinjve me thika në shkolla nuk është thjesht një incident. Është një reflektim i një realiteti, ku mungon siguria fizike nga institucionet përgjegjëse shtetërore, ku tensionet lindin prej familjes, shoqërisë dhe rrjeteve sociale dhe kanë pasoja psikologjike. Sot do të shohim jo vetëm pasojat, por se si përgatitet puna për të parandaluar gjithçka që lind përpara sherrit fizik. E kemi fjalën për oficerin e sigurisë në shkolla dhe rolin që kryen për ruajtjen dhe sigurinë e fëmijëve dhe adoleshentëve në institucionet arsimore. E kush më mirë se një oficer sigurie mund të na flasë për këtë çështje. Josiba Osmani është një vajzë e re që ka studiuar të drejtë ndërkombëtare publike dhe aktualisht punon si oficere sigurie në shkolla. Ajo gjithashtu është eksperte në sigurinë kibernetike. Sot Josiba do të ndajë me ne përditshmërinë e saj, sfidat dhe përkushtimin në punën që bën. Për të hyrë në thelbin e çështjes, nisemi nga pyetja që shpesh mbetet pa u adresuar. Nga burojnë konfliktet mes adoleshentëve dhe të rinjve në shkolla? A lidhet siguria psikologjike me atë fizike në parandalimin e konflikteve? Josiba Osmani sjell reflektime të thella. Nëse flasim për sigurinë psikologjike, ne duhet flasim sigurisht për psikologjinë e fëmijëve dhe natyrën e tyre emocionale. Por e gjitha nis nga familja. Zakonisht të gjitha konfliktet që ndodhin janë konflikte verbale të cilat agravojnë në konflikte fizike, ose në konflikte të rrjeteve sociale dhe më pas në konflikte fizike. Dhe burimet e llojet të konflikteve shpesh janë të ndryshme. E para vjen nga situata ekonomike në familje, nga lidhja që ka prindi me fëmijën e tyre, dhe tjetra nga dominanta ose grupe të cilat ata krijojnë brenda në klasa, të cilat lidhen me zhvillimet e adoleshencës së tyre. Në sfond të këtyre sfidave, shteti ka ndërmarrë masa për të forcuar sigurinë në shkolla nëpërmjet vendimeve të qeverisë, përmes trajnimeve të 600 oficerëve të sigurisë në shkolla. Zëri pyeti oficeren në lidhje me trajnimin dhe infrastrukturën logjistike që u nevojitet këtyre punonjësve. Në fakt është krijuar që në fillim për rolin dhe funksionin e oficerëve të sigurisë në shkolla një marrëveshje e partneritetit. Dhe neni 9 përcakton qartë që oficerët e sigurisë në shkolla do të kenë një trajnim të vazhdueshëm, qoftë nga organizata ndërkombëtare dhe nga institucionet në nivel qendror. Oficerët e sigurisë janë trajnuar nga Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, e cila përfshin fushën kibernetike, nga Qendra e Parandalimit të Krimeve për të miturit dhe të rinj, gjithashtu nga Agjencia për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe nga OSBE-ja, përfshirë këtu dhe disa organizata ndërkombëtare. Me vendimin e fundit nga Ministria e Arsimit, është përcaktuar që oficerët e sigurisë në shkolla do të kenë akses në sistemin SMIP, por nga ana tjetër, nëse zbresim në terren, ne shikojmë që ka një mungesë infrastrukturës logjistike të oficerëve të sigurisë në shkolla, nuk ka një domen të promovimit të punës së tyre në rrjetet sociale dhe nuk ka mjetet e infrastrukturës të tyre logjistike për të cilën ata mund të kryejnë punën për sa i përket memorizimit të dokumentacionet të tyre dhe referimin. Kohët e fundit është krijuar Memento Database. Memento Database jep mundësi oficerëve të sigurisë në shkolla të prezantojnë veten e tyre në formë digjitale, bazuar në certifikimin akademik të marrë nga Akademia e Sigurisë, ku ata janë certifikuar, por dhe duke memorizuar dokumentat e tyre të punës, gjithashtu dhe duke i referuar online. Por puna e oficerëve të sigurisë nuk është pa rrezik. Këtë na e thotë edhe vetë Josifa, e cila përballet çdo ditë me situata nga më të ndryshmet. Oficeri i sigurisë ka një natyrë sensitive të punës, që shpesh nuk do të përballet vetëm me një prind i cili ka shpërthime të natyrës agresive apo impulsive. Shpesh oficeri i sigurisë do të përballet edhe me kërcenime fizike të jetës. Ka ndodhur dhe ka pasur raste kur oficeri i sigurisë në shkollë është kërcenuar për sa i përket detyrës dhe rolit në funksion që kryen edhe nga krimi i organizuar. Në këto raste janë formate të veçanta, oficeri i sigurisë të merret në mbrojtje në rastet e kërcenimit të jetës nga krimi i organizuar, kur ka arritur ta identifikojë atë në rast se fëmijët janë të përfshirë në kontingjent të krimit të organizuar. Përveç kërcënimeve direkte, sfidat më të mëdha që përmend Josiba lidhen me mungesën e koordinimit institucional, me legjislacionin të rrallë që nuk reflekton situatat e çdodite dhe me mungesën e vazhdimësisë së trajnimeve dhe bashkëpunimit midis institucioneve të arsimit dhe atyre të rendit. Në fakt, neve kemi vetëm një legjislacion, një vendim të Këshillit të Ministrave, kemi dhe një udhëzues së praktikë të punës,
por ndoshta do të ishte mirë që oficeri i sigurisë të kishte edhe një strukturë të veçantë koordinuese, duke filluar midis Ministrisë së Arsimit edhe Ministrisë së Brendshme. Gjithashtu do doja që të kishte një bashkëpunim edhe më të thellë midis oficerit të sigurisë në shkolla edhe rolit të policisë së shtetit që ka në shkolla, për referimin efektiv më të shpejtë të raste. Në fund të ditës, konflikti me Thika nuk është vetëm një episod i keq dhe shokues. Është një thirrje për ndërgjegjësi. Josiba Osmani na kujton se nuk mjafton një kamer apo një oficer, por duhet të ndërtojmë kushtet ku nxënësi të ndihet i dëgjuar, i mbrojtur dhe i vlefshëm. Por ne nuk mund të vendosim dot kamera në mendje dhe në zemrat e fëmijëve. Ne duhet të arrijmë për t'i kuptuar fëmijët nga ana e natyrës së tyre psikologjike, për të arritur për të ndaluar konfliktet në natyrë fizike të cilat ndodhin jashtë perimetrit të sigurisë në shkolla. Ne duhet jemi motivues në punën që bën dhe motivimi në fakt nuk fillon vetëm nga bashkëpunimi dhe aktivitetet, por dhe duke e dëgjuar njëri tjetrin. Prindi duhet dëgjuar, nxënësi duhet dëgjuar, mësuesi duhet dëgjuar në mënyrë që çdo element të mos ndihet i lodhur dhe të mos të kalojnë në burokrati të dokumentacioneve, që të kemi një mësimdhënie tek nxënësit dhe fokusi të jetë tek nxënësit.